Kur duhet të jepet zakati i fitrit? Zakati i fitrit është një adhurim, i cili ashtu si shumë prej adhurimeve kanë kohën e tyre të kufizuar të kryerjes, pra ka fillimin dhe mbarimin kohor. Edhe zakati i fitrit nuk bën përjashtim nga ky rregull. Prandaj, përmendet se zakati i fitrit mund të jepet edhe 2 ditë para ditës së Bajramit, duke u argumentuar me veprën e disa sahabëve, ndërto Abdullah ibn Umar, siç përcjellet te Buhariu, të cilët e jepnin ose e fillonin dhënien e zakatit të fitrit 2 ditë para Bajramit. Ndërsa për sa i përket përfundimit kohor të dhënies së zakatit të fitrit, është përpara përfundimit të namazit të Bajramit. Siç përcjellet nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "Men addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula, wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat." Ai i cili e jep zakatin e fitrit përpara namazit, atëherë ai është një zakat i pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai i cili e jep zakatin e fitrit pas namazit, atëherë ai është thjesht një sadaka si të gjitha sadakat e tjera. Pra nuk i ka vlerën e zakatit të fitrit, nuk i ka shpërblimin dhe as efektin e zakatit të fitrit, por konsiderohet njëjtë si të gjitha sadakat e tjera të thjeshta. Kur është më mirë të jepet zakati i fitrit? Kjo është një tjetër çështje të cilën besimtari i mirë duhet ta di. Ne përmendëm fillimin dhe përfundimin kohor të dhënies së zakatit të fitrit. Dhe periudha më e mirë ose momenti kohor më i mirë për dhënien e zakatit të fitrit është në ditën e Bajramit para namazit të Bajramit. Siç përcjellet nga Abdullah ibn Umar se profeti alayhi salatu wassalam urdhëronte për dhënien e zakatit të fitrit në ditën e Bajramit përpara se njerëzit të shkonin në musalla për të falur namazin e Bajramit. Prandaj nuk lejohet vonimi i zakatit të fitrit pa arsye deri pas faljes së namazit të Bajramit, sepse në këtë rast njeriu konsiderohet gjunaqar, sepse dhënia e zakatit të fitrit është urdhër, dhe së dyti i ka humbur vlera dhe shpërblimi i dhënies së zakatit të fitrit edhe pse ka për detyrë. Edhe pse ka kaluar koha, prapë ka detyrë ta japi, por nuk quhet më zakat fitr për të, por quhet thjesht një sadaka. Ndërsa ai i cili ka pasur arsye të pranuara, të justifikuara në shariat, pra në fe, për vonimin e zakatit të fitrit deri pas namazit të Bajramit, atëherë ky njeri është i justifikuar tek Allahu i madhëruar dhe zakati i tij konsiderohet zakatul fitr, pra ka të njëjtat vlera dhe shpërblime si ata të cilët e dhanë zakatin e fitrit përpara përfundimit kohor.